Kjo protest nuk ka as doktrin, as filozofi, është një konglomerat, sa janë për islamikët, sa disa thonë për na vrasin vëllezërit tonë palestinez, se që pun ka zvorneci me Palestinën, hajde gjeti, sa tjerë janë antisemitist, sa tjerë janë majtist, thojë dhe majtist, se unë ta kam thonë, e kam atë mendimin tim që Shqipëri s'ka të majtë e djasës, se kemi pas në herë kulturën e të majtës e djasës, ne dim nga hurdha dhe nga qepa, ka qemi, pra, po përsa i përket asaj shfrimit që ka një pjesë e mirë, është padyshim që vjen nga një shkak, dhe shkaku e dim kush është pikërisht korrupsioni dhe arroganca e pushtetarëve. Por, në anën tjetër është që nuk bëhet ndryshimi me emocione dhe me folklorizma, si që thot Genci, e para Shqipëria, e dyta nëna, e treta partia. Ne jemi mësu me këto gjithë historinë tonë. Dhe ja ku jemi pra ne, unë mendoj që ne, dhe nuk e kanë as këto protestus që janë aty që shikojun, ne do ndryshojmë kulturalisht një herë. Sepse do heqim po mos është brezi që ka ndryshuar Demalia. Bilet është më keq. Po është më keq. Është demokraci në Europë. Një brez që del në korë me QRB, me vëllezërit tonë islam. Po të dëgjosh. Jo, ishte një grup i vogël ata, sa kanë. Ka qenë një grup shumë i vogël. Aty është një konglomerat që unë s'du gjykoj njëri, por nuk më thonë na i gjo që kanë na i mendim politika na i gjo, është bo deti kos, dalin aty gjithë bohen protagonist, gjithë u bo deti kos, hajde të morim lugën, kujtojnë se do marim lugën. Kjo është formimi jonë dhe kultura jonë, që të heqim këto që të vim ne në pushtet, do më thonë që të vjedhim ne, dhe kjo ka ndodhë pak të... Po këtë se dim, Demalia. Po e dim, pak të... Eksperienca na e ka të regu... Ata janë të rinj. Eksperienca na e ka të regu këte. Dakor, më pas mund të themi që ata kanë revolt. Edhe këta janë pjesë... Po nuk është revolt për të vjedhur, është revolt për përmirësuar gjërat. Ajo filloi një herë si revolt e tërheqjes varrit atij aty. Në Zvërnecki është skandal. Dhe shumë e drejtë, edhe ti je dakord me këtë. Po jo skandal. Skandal është rrëfimi i pronës, hyrja në det me tela me gjema, dhe këto duhet ndëshkojë Rama të parët. Ajo policia që tash me thon drejtë shteti çfarë do bëj? I mori masat, i hoqi licencën të dyve. Policia veproi mirë, për së vërtetës. Drejtori i policisë personin, shkarkoi gjithë zinxhirin e policisë në Vlorë. Edhe janë në hetim. Edhe janë në hetim. Tash s'ka çfarë bëjmë policia në këtë vend. Jo, policia veproi mirë. Për i të së vërtetës. Ai policin Amerikë e vrau atë tjetrin, kur ishte rasti i... Po, vitin e kaluar. Po, edhe çfarë bën? E futën e dënuan, çfarë do të vrasin gjithë policinë tash? Jo, policia veproi mirë, për i të së vërtetës. Tash, problemi është që nga këtu dalim këtu, domethënë kjo prandaj po them, kjo ka një organizim. Përse duhet vinë ato buza që i dërgon Bexhet Bacolli, me këtë Albin Kurtin nga Kosova. Ato të vinë, mirë se të vinë, shqiptar janë dhe ato, një popull jemi, po përse duhet të asosojmë me lidhjen e Prizrenit? Çfarë asosimi ka me lidhjen e Prizrenit? Lidhja e Prizrenit është në kontekst tjetër historik, është për formu Shqipnin, njënën tjetrën, tash si Shqipnin ti e ke, edhe Kosovën e ke, faleminderit Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ke shtet pavarur, tash çfarë konteksti ka kjo? A ka arsye për protesta në Shqipëri? 1000 arsye. Po jo kjo. Po çfarë duhet të bëjnë Demalia, se dua ta mbyllim me burimin? Çfarë duhet të bëjnë protestuesit sipas te? Çfarë do t'i këshilloje? Unë çfarë do t'i këshilloja? E para të keni herë një grup drejtues që dim se çfarë kërkojnë këto njerëz, se aty ka 1000 lloj kërkesa. Ja, 5 janë zyrtarët. Dorëheqja e Ramës, shfuqizim për investitor strategjik, paketa maleve, shfuqizim. Tash, se kjo është skandal. E para dorëheqja e Ramës. Po, është e parë. Atëherë, po të heqë Rama kanë radhë 4 të tjera, si do t'i bësh të tjerat? A kupto? Atëherë, nëse ka kërkesë për të një kërkesë, dorëheqja e Ramës. Të tjerat nuk kanë më vlerë, po dorëheqja e Rama. Rama mund bëj 4 të tjerat, edhe ta lë vetë në fund. Jo, atëherë është Rama prap, këto kërkojnë në mënyrë ultimative, këto kërkojnë dorëheqjen e Ramës, Rama në burg, Berisha në burg.
Është metafora, është metafora. Jo, është edhe kulturë. Që këtu, unë kam thonë, edhe për këto që janë, a ka korupcion, a duhet ndëshku korupcioni në Shqipëri, pa dyshim. Mirë, se janë dhe të kompleksuar se i ushtrojnë presion, që jo ju ka futur Rama, jo Bela, jo Velia, jo Soros. Shteti drejtës ka dhe të drejtën e prezumimit pafajësisë. Absolutisht. Edhe për kriminalin, ma deri momenti që dënohet, gjithë botën që kam një gjuhën, thonë, akuzohet, nuk thonë, është, deri momenti që të mori. Pra, se kush ka drejtë e mbrojtjes. Por, Çipari sa që Berisha është kriminali më i madh. E thamë Çipari, jemi gjithë dakord që është kriminal Berisha. Jo, po them dhe për Berishën olla duhet variabël. E ke variabël. Okej. Jo, tani kam Nuk e ke për të dy thot. Për të dy më kam, edhe për Berishën e kam thonë. Edhe për Berishën e kam thonë. Është prezumumi i pafajshëm, por në opinionin tim, a ka ndodhur këtë gjë? Ore, po të flasim çfarë. Gjenzo, e di çim unë fajsoj pik spari, fajsoj Spakun sepse Spaku po bën double standard. Dhe Spaku nuk po funksionon. Spaku po funksionon ajo që theti, që hiq prizën këti, nuk bëhet ashtu. Do të hysh në një anarki më të keqe dhe ne kemi eksperiencat se sa popull, sa durim kemi, sa të qetë jemi, morim automatikën dorë edhe i herë duam atë punë dhe sa i përket kësaj, pavarësisht gabimeve që kanë transparencë në procedura, por kjo që ndodhi, ty harroi investimet e huaja tash.